Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut të plotfuqishëm për të gjitha begatitë që na ka dhënë. I dërgojmë salavat dhe selam të dërguarit Allahu Muhammed alayhis salam, familjes së tij, sahabës së tij dhe të gjithë robërve të mirë të Allahut. Të nderuar vëllezër, jemi një pjesën e fundit të muajit Ramazan, për të cilën pjesë Muhamedi alayhis salam na tregon se është shpëtimi nga zjarri i xhehenemit. Kur vinte kjo pjesë e fundit e Ramazanit, dërguari i Allahut e shtonte adhurimin e tij. Prandaj edhe ne në këto ditë të bekuara le të shtojmë ibadetin ton, le të përpiqemi në namazet tona, në agjerimin ton, me ibadetet vullnetare dhe me vepra të mira. Le të tregojmë solidaritet dhe kujdes për ata që kanë nevojë për ndihmën tonë, të kujdesemi për familjen tonë, për xhamatin tonë dhe për nevojat e komunitetit tonë. Sepse këto ditët janë më të zgjedhura për të garuar në veprat e mira, në të cilat Allahu xhaleshanu na tregon, pra bëni garë me njëri tjetrin për punë të mira. Ramazani është koha më e mirë për vetreflektim, për të përmirësuar marrëdhënien tonë ndaj Allahu xhaleshanu, ndaj detyrimeve që na ka udhëruar Zoti. Dhe një nga këto detyra të rëndësishme është të shprehim mirënjohje ndaj Allahu xhaleshanu për begatitë e tij. Siç në thot në ajetin kuranor, çdo mirësi që e keni është nga Allahu. Nëse jemi falendërues, begati do të shtohen. Si thot Allahu, kujtoj kur Zoti juaj kumtoj, nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ja shtoj edhe më shumë begatitë e mia. Por nëse mohoni mirësitë e mia, dënimi im është i rënd. Besimtari të nderuar vëllezër duhet të jetë i vetëdijshëm se Allahu xhaleshanu është pronari i vërtet çdo gjë që është i krijuar. Ai e ka bërë njeriu më këmbës në tokë dhe i ka mundësuar të fitojë dhe të shfrytëzojë të mirat e saj, duke vendosur rregulla dhe parime për fitimin dhe përdorimin e tyre. Nëse njeriu i përmbahet këtyre rregullave, do të ketë një jetë të bukur në këtë botë dhe shpërblim në botën tjetër. Por nëse largohet prej tyre, do të përballet me pasojat e mosbindjes ndaj Allahu xhaleshanu. Allahu na paralajmëron në surën Lejl, vërtet veprat tuaja janë të ndryshme, se për atë që jep për hir të Allahut ka afri nga ai dhe dëshmon për vërtetësinë e të bukurës. Ne do t'ia lehtësojmë atij rrugën drejt shpëtimit, kurse atij që është koprac ndihet vetë mjaftueshëm dhe e quan gënjeshtrën më të bukurën, ne do t'ja lehtësojmë rrugën drejt dënimit, e kur të hidhen në zjarr, pasuria e tij nuk do t'i bëjë dobi. Pra, të nderuar vëllezër, pasuria është begati e madhe, por gjithashtu ajo është sprovë e madhe për njeriu. Si thot në ajetin kuranor, pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju, por Allahu ka shpërblimin e madh. Pastaj i thot, o besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë do të humbin. Sprova me pasurinë qëndron në atë se a do të jetë njeriu pronari, pra do të jetë pronari i saj, pronari i pasurisë me njohje ndaj Allahu xhaleshanu, por do të fitojë në mënyrë të halal, në mënyrë të lejuar, dhe të ketë përgjegjësi ndaj amenetit të tij, duke ruajtur dhe duke shpenzuar për të mirën e tij dhe për të mirën e shoqërisë, duke kryer detyrimet pasurore që i ka dhuruar Allahu, apo do të sillet me mosmënjohje dhe mendimasi. Allahu ka udhëruar njerëzit që të jenë të mëshirshëm dhe solidare me njëri tjetrin, të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm ndaj nevojave të familjes, të xhamatit dhe të bashkësisë. Ata që kanë më shumë pasuri se sa u nevojitë duhet të ndajnë një pjesë të saj me ata që janë privuar nga kjo begati. Një nga detyrimet kryesore në Islam është zekati. Zekati është gjithashtu një vërtet e rëndësishme muslimanëve dhe Allahu na paralajmëron ata që nuk i japin se do të kenë një ndëshkim të dhimbshëm. Thot ajeti kuranor, o besimtar, jepni pa u kursir nga të mira që ju kemi dhënë, ne para se të vijë dita e gjykimit në të cilën nuk ka shitblerje, as miqësi, as ndërmjetësi. Jo besimtarët janë keqbërësit e vërtet. Zekati e pastron shpirtin nga cilësitë e këqija, si është kooperacia, egoizmi, lakmia. Ndërsa pasuria përmes zekatit pastrohet, mbrohet dhe shtohet. Allahu xhaleshanu thot, çfarë do që ju të jepni, ai do të zëvendësojë atë, dhe ai është furnizuesi më i mirë.
Një nga kuptimet fjalës zekat është shtimi dhe rritja. Duke kryer këtë detyrim, besimtari është i bindur se zekati nuk e pakson pasurinë, por përkundrazi e shton bereqetin në ta dhe i hap rrugët e furnizimit. Na tregon pejgamberi alayhis salam, dhënia e zekatit kur nuk do të zvogloje pasurinë. Dietarët pajtohen se dhënia e zekatit në Beitul Mal është obligim i besimtarëve të pasur nëse autoritetet në mënyrë të organizuar e turbojnë dhe e shpërndajnë zekatin dhe i ftojnë besimtarët që kështu ta kryejnë obligimin e tyre, siç është rasti me Bashkësinë Islame tek ne. Detyrimin e mbledhjes së zekatit në mënyrë të organizuar e dëshmojnë ajetet kuranore, suneti i pejgamberit alayhis salam dhe praktika e hulefai rashidinëve. Allah i madhërisëm në Kur'an na tregon dhe e udhëron pejgamberin alayhis salam si përfaqësues të pushtetit islamik, merr prej pasurisë së tyre lëmosh që ti pastrosh me ta dhe të ushtosh të mirat. Dhe falti angazhimi duke kryer misionin e saj sipas kohës dhe vendit, nëpërmjet Beitul Malit ne kemi mundësi që të ndihmojmë individe dhe familje të varfra, të mbështetim institucione arsimore, shkencore dhe kulturore. Dhe nëpërmjet Beitul Malit ndihmohen medreset tona, shkollat tona, pra duke ofruar bursa nxënësve dhe studentëve. Ndihmohen institucioni hifzit Kuranit, pastaj organizata humanitare dhe projekte dhe aktivitete të dobishme për të gjithë muslimanët. Si anëtar të Bashkësisë Fetare Islame, mund të jemi krenar që kemi rivendosur dhe riafirmuar këtë praktikë të vërtet dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam, duke siguruar kryerjen e drejtë të shtillës islame zekati. Lutë Allahun xhaleshanuhu që në këtë muaj të na falë dhe me shiroj agjerimi, duat, namaz, zekat dhe veprat tjera të mira të na i pranoj, neve të gjithë dhe prindërit tanë dhe familjet tona prej zjarrit të na shpëtoj dhe të na shpërbleje me xhenet në shoqërinë e pejgamberëve, shahidëve dhe njerëzve të mirë. Amin rabbil alamin. Ala inna ahsanaka la